Në një ceremoni përkujtimore të mbajtur në Poterç është nderuar sakrifica e martirëve që ranë për lirinë e Kosovës, ku i pranishëm ishte edhe kryetari i komunës së Klinës, Zenon Elezaj. Në fjalën e tij, kryetari Elezaj theksoi se institucionet komunale janë çdo vit pjesë e këtyre përvjetorëve, duke konsideruar si obligim moral dhe institucional nderimin e dëshmorëve dhe martirëve. Kreu i komunës shtoi se kujtimi për ta mbetet i freskët dhe i përjetshëm, duke nënvizuar rëndësinë e ruajtjes së këtij kujtimi ndërbreza. Në emër të familjeve të martirëve ka folur edhe Islam Zeneli, i cili ka shprehur mirënjohje për përkrajen institucionale. Ai ka falenderuar kryetarin e komunës së Klinës, Zenon Elezaj, për praninë e tij të vazhdueshme në çdo përvjetor, duke vlerësuar këtë si një dëshmi respekti dhe përkushtimi ndaj sakrificës së dëshmorëve dhe martirëve. Këto përvjetorë shërbejnë si kujtesë e përhershme për sakrificën e të rënëve dhe si thirrje për brezat e rinj të ruajnë dhe nderojnë historinë e vendit. Ju lutem një minutë nderim për martirët e kombit. Javdi. Faleminderit pjesëmarrë e gjithë. I falenderojmë familjarët, miq, dashamirët, shokë që janë prezent këtu, edhe ata që shprehin dhimbje për këto, edhe ata që janë. E falenderojmë institucionet komunale, posaçërisht kryetarin e komunës, Zenon Elezaj, bashkë me stafin e tij, që çdo vit na nderon me pjesëmarrjen e tij dhe na lehtëson dhimbjen dhe pikëllimin për këta familjarë kaq të afërt që i kemi fëmijët, prind, baba, gjysh e tjerë që janë të varrosur në këto vërllëzat e martirëve të Poterç. Andaj kisha pas dëshirë që kryetari i komunës ta merr fjalën të pranishëm, familjarë të dëshmorëve, martirëve të kombit, përfaqësues të organizatave të dala nga lufta ushqimtare të Kosovës, pranishëm. Pra si çdo vit jemi bashkë sot në kujtim të jetës dhe veprës të gjithë martirëve të Poterçit që ranë për lirinë e Kosovës. Për mua personalisht është i freskët kujtimi sepse të gjithë e kemi përjetuar këtë ngjarje edhe shumë ngjarje tjera, por obligimi të gjithë neve është që ne t'i kujtojmë, ashtu siç po shoh që për çdo vit domethënë jemi prezent në këtë ditë kur familjarët sigurisht që ju kthehen mërzia dhe kujtimet, por ne duhet të jemi mirënjohës për gjithë sakrificën e popullit që ka dhënë për këtë ditë që ne po festojmë sot. I përjetshëm kujtimi për të gjithë ata që ranë për lirinë e Kosovës. Faleminderit.